Dhe do të flasim më shumë bisedën telefonike mes Trump dhe Putin, jo vetëm kaq, por edhe bombardimet e ditëve të fundit me 400 viktima në Gaza nga ushtria izraelite. Unë kam në lidhje të drejt për drejt doktor Dritan Demiraj, ish ministri i Brendshëm, për të zhvilluar një bisedë gjatë minutave në vazhdim. Përshëndetje zoti Demiraj, faleminderit shumë që jeni sërish në 2 CNN. Kënaqësi. E shumë pritur ishte biseda telefonike mes Trump dhe Putin. Në këndvështrimin tuaj, maj sa jeni informuar edhe asaj se çfarë ka publikuar Shtëpia e Bardhë. Çfarë u arrit në këtë bisedë? Gati 90 minuta. Unë besoj që është një hap shumë pozitiv, shumë i mirë në drejtim të fillimit të negociatave për të gjetë një rrugë zgjidhje për armëpushim. Pra do duhej gjithmonë të thyeshin akujt midis Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Federatës Ruse, të cilat janë në marrëdhëniet e tyre më të dobta, më të këqija historike, për shkak të armiqësisë ndaj njëri tjetrit. Së pari. Së dyti, ishte unë besoj plotësisht që ka qenë një negociat shumë e vështirë, pra një bisedë e vështirë midis presidentit, qoftë presidentit Putin, qoftë presidentit Trump, për arsye sepse palët tani që sapo kanë filluar bisedimet në këtë nivel janë shumë larg njëra tjetrës. Nga një anë dhe nga ana tjetër, Trumpi vazhdon të jetë një presion të madh edhe nga administrata, pra nga agjencitë e tjera, për shkak se pavarësisht dëshirës tij për ta mbyllur këtë konflikt, do duhet të merren në konsiderat shumë fakte të tjera dhe investime edhe përfshirje të një sër agjencish dhe departamentesh të përgjatë 3 viteve të kaluara, por nga ana tjetër edhe nga një presion jashtëzakonshëm i Bashkimit Evropian që do duhet në një formë apo një tjetër ta ruaj këtë koalicion. Kështu që është një hap, unë e shoh shumë pozitivisht për shkak se do të duhej të uleshin dhe të fillonin negociatat. Dhe ajo deklaratë që do të ndalohen sulmet ndaj infrastrukturës kritike për 30 ditët e ardhshme është vetëm thjesht një justifikim për të mos i cilësuar këtë bisedë për 90 minutash si të dështuar, po do duhen shumë takime të tjera për të cilat do duhet presim. Por gjithsesi është një fillim i mirë, po më thoni zoti Demiraj, pra është hapi i parë i vendosjes së paqes, që nuk dihet se kur do të arrihet kjo, por vetëm një ditë pas kësaj bisede telefonike sërish ka patur sulme bombardime në Ukrainë. Që do thotë, çfarë ka arritur Donald Trump me Putin? Për çfarë e ka bindur? Unë besoj që Putin ka arritur shumë gjëra, për arsye së pari ka arritur që të siguroj të siguroj një takim me presidentin Trump, i cili me sa duket po bën një zhvendosje 360 gradë të politikës amerikane, një lëvizje rrethore komplet e kundërt me politikën e administratës, politikën e jashtme, në raport me Federatën Ruse të administratës Biden. Së dyti, ka krijuar, po shkrin akujt, po bashkëpunojnë, po bashkëveprojnë me njëri tjetrin, po bisedojnë, po negociojnë për të arritur një marrëveshje. Dhe sigurisht, gjatë këtyre bisedave, ai që do dali më i fituar nga të gjithë do të jetë Putini, për arsye sepse këtu flitet edhe për një largim të trupave, të prezencës trupave amerikane, këtu po flitet edhe për një gjë që s'ishte menduar kurrë, për dorëzimin e Komandos Supreme të NATO-s, e cila drejtohet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për gjatë tyre pothuajse 80 viteve të fundit. Së treti, për heqjen e një pjesë të sanktsioneve, për fillimin e aktiviteteve kulturore, sportive, siç e thatë edhe ju, për pjesën e okejt, dhe një pjesë të madhe të gjërave të cilat nuk mendoheshin disa muaj përpara. Po, një ndryshim 360 gradë i politikës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës që do të nxjerrë të fituar Donald Trump, zoti Demiraj, po Ukraina çfarë do të fitojë nga kjo marrëveshje kur ajo të arrihet plotësisht? Fatkeqësisht unë nuk shikoj ndonjë fitim të madh në short term, por besoj që në kohë të zgjatur mendoj që Ukraina do të duhej. Së pari është e rëndësishme të theksojmë që në këtë moment ku ndodhet situata ushtarake në terren, Ukraina e ka të domosdoshme një pushim. Për arsye se do të duhet të rigrupohet